Ministri në detyrë Faton Peci pa ditë disa gazetarë dhe analistë. Në rrjetin social Facebook, ministri Peci ka shkruar: "Të nderuar qytetarë të Mitrovicës dhe të Kosovës, pas analizës së thellë të procesit zgjedhor në Mitrovicën e Jugut dhe shqyrtimit të dëshmive e argumenteve të manipulimeve dhe ndikimit të palejueshëm e kriminal në votën e qytetarëve, njoftojmë opinionin se do të dorëzojmë padi penale ndaj personave të mëposhtëm: Batan Haxhiu, Berat Bozhala, Lirim Mehmetaj, Ilir Mirena, Valon Syla, Ermal Panduri, Valon Feka, Shkumbim Kajtazi dhe të tjerë për dyshimin e bazuar të cenimit të përcaktimit të lirisë së votuesve, të sankcionuar në nerin 210 dhe të falsifikimit të rezultateve të votimit sipas nerit 216 të Kodit Penal të Kosovës. Ndërkohë që institucioneve të drejtësisë ju bëjmë thirrje për trajtim urgjent të drejtë dhe meritor të këtyre krimeve. Gjatë ditëve në vijim do të paraqesim edhe fakte, argumente e dëshmi të tjera të bazuara në deklarimet e qytetarëve dhe entiteteve të tjera. Gjatë fushatës zgjedhore e veçanërisht gjatë ditës së zgjedhjeve, papritur ashtu siç e përcakton ligji për zgjedhjet, të përfundoj procesi zgjedhor, disa media dhe individ të lidhur me grupe të jashtëligjshme interesi gjatë të ditës kanë ndërmarrë veprime të sinkronizuara përmes shpifjeve, linçimeve, akuzave të rreme, numrave të manipuluar e duke kulmuar me publikimin e të ashoquarve exit poll të palehtëshëm që shumë shpejt u dëshmua që jo vetëm që nuk e pasqyrojnë as pak vullnetin real të votuesve në Mitrovicë, por madje çndrojnë shumë larg. Qëllimi vetëm i këtyre veprimeve ishte krijimi i konfuzionit duke tentuar të ndikojnë dhe të devijojnë jashtëligjshëm vullnetin e qytetarëve në Mitrovicë dhe të ndryshojnë rezultatet e zgjedhjeve. Ky është reagimi nga ministri në detyrë Faton Peci, duke reaguar për exit pollet të cilat ja kanë huqur në disa qytete, ndër të tjera edhe në Mitrovicë.